Shërma më orkestrën më të mirën. Mirë se keni ardhur në misionin tem 5-2-2. A jeni mirë? A jeni lodhë? Qa keni bo? Besim. E kemi zhvanë në të tërnomi. Po mdo këtë sonte du mi moj 2 venat. Të shojmë. Sonte kemi një mysafir shumë special nga Gjakova me emrin Besim Dina. Po të prejtë. Ku po të më ullë? Dhe Antonin Antonin, cëllin? A po ullë është ti në rik? U kry. Mikrofonin? A një qëllinat e trimi? U kry, maskat a i hek një i vdëni? Maskat i hekim. I hekim, që. E kena kalu virus. Falminderit shumë. Falminderit për ftesën, falminderit. Une po bëj diçka që ti s'mon është me bo. Na shtava mund është të ta shkrejt, pe bojmë bo. Se ti Gjakovës nuk jesh, ka mund është me bo ti që s'moj une? Une muj me kinu. A pas ka Gjakova, që se Gjakova është e këmëna? Ko. Trim, I love you. A kena mindru setra, ata trim po dru ka mindru. Ama s'gjanu, he? Ama ti mu setrën tem. Që vla, ki ta kush liru pak se moj ta vesht? Meret i shto. Hajde. Ta ku më zej. Se pak këto. Pas ke këno. Armani, boss. Dyja. A vazhdojmë me orkestrën tem më të mirën. Birma një mikrofonin. Ljoq, është simpatik. Edhe është zemër bardh. Edhe është humanist, po jo, s'ka qef mja përmen, nuk ka kalzu gazetarja, s'ka qef mja përmen. Kushe vetë me këto, ja përmen një dhe krejt, bile. More emisioni jam, unë e di që atë pës ma vonë. Atë më të në përgjish dhe shka dush. Po bëj si Hashimi, ti Po vetë a vazhdoj me pikën muzikore. O kry bërla! Kur kom të pa prap seri, me stu ndru për ty pori, zemra mua tu mani, që shpejt kom të pa qda ditna, kisha dosh me pas ty nga, edhe nëse s'kam pak fat, hiq fat, unë kom të njek ty prap, deri sot e qej momentin, ti me madho një shans, po du me ty me pas një romans, unë e di që kom gabu, e s've kom t'let me t'pranu, e di që jeta na kando, unë prapë du me t'pa, veç tu me nuk për ty pari, u se la vi, u se la vi, se la vi, u se la vi, u se la vi, se la vi, ai, 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 di që jena lai, ai, ai, che di që t'kom l'ombai, ai, ai, se la vi, se la vi, u se la vi. Pa mërë që kejna u presh, kujtime dhe mija ki me kom përjetësisht, ki qa ki me thonë unë e di, po qa me po se la vi, e pina ka një gotë proze, folin për të kodën e rek, qytë qa mujna më ndreq, baby you know I don't play, e di që jeta s'ka replay, na. Unë e pesho, opinionet të tjerve nuk i marrë mu as njo, jo ti më së ndika, unë e di që ti dëngë që më subëna, e di që jeta na kando, unë e prapë du me t'pa, e shtu me nuk për ty pari, u se la vi, u se la vi, se la vi, u se la vi, u se la vi, se la vi, ai, 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 di që jena lai, ai, ai, che di që këm lo vai, ai, ai, se la vi, se la vi, u se la vi, u se la vi, se la vi, u se la vi, se la vi, u se la vi, u se la vi, se la vi, u se la vi, u se la vi, se la vi, u se la vi. Bravo. Njën bre. Kapital ti. A të këshirë mirë? Që ku ki vendin trim, falindesh shumë që na ki ardhë.
Faleminderit që më keni ftu. Janë do njerëz që sado që kanë famë e mojnë thjeshtësinë, Ylber, ta këshim pas unë e ti, sidomos ti. Famën e ti, na kishim hongër njerëz. Pse trim? Mirë piman bre, thjesht, rahat. Shëqër mirë, dhe ishtash mirë, s'm ka ndiku, s'm ka hin kry, se këm lonë më hin kry, famën a suksesin a s'kur gjë, dhe ishtash është shumë mirë, jam i knaqën, shëqër. E pse disa njerëz në ndrojnë, e përdorin fjallorin e dikush që munë, me dash zdvije, kur të më teket mua, neve jo direkt nga ka ndodhë në Oksigen, po që një emisionet tjera që janë kohën. Qysh i komenton atë, hajde të folim pak edhe për pse mes me fol? Normalisht, mu më pëlqen me konë shumë korrekt, se s'kam qef dikush mos me konë korrekt me mu, kështu që kam qef me konë korrekt edhe me tjertë. Edhe, po nisna veç për vetës, është mirë me ditë mi vlerësu këtë senat, edhe impaktin e medjas, edhe impaktin e ati që të thirë të respekton se ka një emision të mirë, tash konkretisht po folin për ty, po ka dhe tjerë. Edhe në varet edhe qysh je rrit për backgroundin, në varet për familjes, në varet që ka nënkupton fama për ty, qysh e shete, shumë faktor mu i me lujtë rol. Qka nënkupton fama për ty? Për mu personalisht kur gjë heq. Unë s'kisha pas qef me koni famë shumë. E du muzikën, është që profesioni kamarierit, një shoferit, taksistit, po është muzikë më ka bot famë shumë. Famën se du. Po qa me bot që vjen me muzikë. Qatë paket shkon? është paket. Nuk ndikon kështu, nuk sillesh kesh me njerëz? Kemi pa në në stratë, kemi pa, dhe ti ki pas rastin me pa që është sillen me njerëz. Po. Edhe me kolegë. Unë për vetë s'kum pas rast në herë me kona i farë momentit kesh një jetën tem që me rastis mu sill kesh me dikan. S'm ka ndodhë dhe i sot, po ka në rast mush me konë nervoz me diçka jeta ka sfida të lifare. Ta shveç pse jem për shembull njerëz të famshëm, ka njëherë jena dhe vetja, më është njëherë me konë nervoz, me reagu kesh, për mu për vetë s'm ka ndodhë, më nëna me kontrolu qatë sen se për shembull ku e dinaj tjetërit që më ngën mu muzikën, çfarë probleme ka mëne. A e më shaj për herë të parë, vjen me bo një foto me mua, s'mund me ditë që ka më njëtën tem. Kështu që do të me koni kujdesshëm më mënu me mojt vetën në kontrol. Ani trim, bravo, porosit mira për disa kolegë tuaj. Sholla i përdorin. Jo, ata s'kan qef live, kanë qef CD-at mi u që në për shpia, për mingu këto, mingu që to këshilla të njerëzve të famshëm, po që se keq përdorin. Emisionin të në këshyrin kejtë, kështu që ma vëmenja që kanë me një edhe shpesej që është rëbën për nëjësar. A sillesh mirë me policinë e Kosovës? Maksimalisht. A ki pas nëherë nëj reagim kështu jo njerëzor mas pari, mas nëj edhe të vrasht? Jo që di gjovi shpet vesëm, interesant dhe që shtile se mas ishim të sjelljet. Ka ndodhë reagimet lojlojshme, këto të matë shpeshtën që e marë kur hënol policia, unë vesin që bën ti me qamerë, që thëmë jam këngëtar. Thot, ja, unë e veç asi muzike me qiftelia ngaj. Këto malshojnë kështë e kanë gjithë, se di pse e kanë random. Po, unë ju thëmë që edhe me qiftelia di me kënu, po e kom zgjedh qëta, me përfaqësu vetën, po me në arana i kom privat, di me kënu edhe me qiftelia. Apo a? Po, normale. Astrid e ka qiftelin, gitarën e po në qiftelia. Astrid, a ki ato pak krëp spec fill bot qifteli? Gac me ka, ha? Okej, Trim, po bravo Astrid, moj stand-by, moj list qifteli. Masi folëm për qëta, këna me bo një nej për qef, masi që të kryet pak që këfar pandemije, edhe me nejt vish për qef edhe me kënu me qiftelije qysh dush. Bravo. Hajde Trim, prej sjellive përkallon tash të sjellet një familje, sa rrin me familjen tone? Që tash vish me familje këm nejt pandemi. Jem knaq. A të reke? Me nuk jena Kallablak, jena 3 veta në shpe. Veqoneve 2 prente mi, kështu që u konë shumë nice, mu reke shumë. A kishe problem mi dalu cili o kjo, cili ku si pa i pakur? Po, qysh jo, po, e desha. Qfar tema bëshit e në shpia, a? Për keni qep që shtu me folë me Trimin? Vala... Shka fëllshit Trim? Vala gjithë shka. Kej të janis pej sportit, politikës, muzikës, për familje, për sene, qysh kaj, pse herdh, ku shkum, qa kema me bo plane tashme, qëto sene. Me politikë? A jeme nëj parti? Jo, s'jam nuk ka nëjtë asë një parti. Asë një herë s'jum kohën bilas në fushat, asë këm kënu asë një herë. Ju thash djemve që së është inteligent Trimin e kush është kanë gjoftë. Që sa i meqim? Trak ma asë një parti. Pse Trim? Vala me të kalëzu drejt, nuk me nejtë që na njona për partive në Kosovë më reprezenton mu si qytetar. Fillimisht, masa nej... S'po di, s'jam maksimalisht i knoqën
me çfarë potenciali ka Kosova dhe ku është tash, edhe për që ata bazë të këtyre rezultateve, s'kom gjetë dikën që kish mujt aveden me bone ndryshim ose që më ka motivu me shku me votu. Bravo Trim, shka kishim mujt me bo, se po thu, Kosova ka potencialet të cilet s'dimi a shfryzu ose ja kesh përdorim. Shka, qysh e kështë pa Kosova? S'ka me kandidu, nas të zjeve, një që zjeve nga të. Si qytetar, shka do këtë që s'është okej? Po shumë sene, po që to të zakonshme që i përmenin këtë njerës, adin. Shkollimi, shëndetësia, s'ka kritere, hi njerës në përpuna, pa meritokraci, hi veç pse kanë dikon, ose si dikush eshten, që nuk o keq, po thjesht mja u gjetë venin ku e kanë. S'mun është një doktor me shtim polici, apo kuptan? Shemull me marë, sene ma thjeshta. Ka probleme shumë ma të komplikume për më diskutu, po qëto baziket bile me pas një herë, ma sa ne mujna me menu për ma shumë. Në shgënin, shumë në shgënin. Mu personalisht po, me gjithë nuk është se i urrej ose i shaj, po flas veç si qytetari thjesht. Veç je i tërhekën, Jo veç i tërhekën, se kom gjetë vetën të kërkush, se kom po që dikush po më reprezentan. Ka të mirë, po që me thone për gjithë shmi ashtë e keqe. Një 10% për shembull që është politik i mirë, nuk mërët me mujtë në 10%. Kështu që edhe ata nuk kanë qare, po përfshi pa hinë që ato loja, që ato sene. Po menoj që në ashtë edhe proces i shtetit që është për më ndru... Tranzicion, bërë 20 vjetë shkun? Këtë venën re, një ka marrë ma shumë, 30, 40. E neve që shena pak ma slow, ka me në marrë 50-60. Po vish në këtë jetë kena thona di kushena na jemi pellasge, jemi kësi, na kondut për gjashmujmë mi kalu këtë... Po jo, plët sene menoj që i kena trajshme. Apo? Me të kalzu si drejt. Great pretenders, ndryshe menojmë, ndryshe folim. Qashtë është. Shumë shitëm patriota, jena shumë pak në realitet. Shumë shitëm të meqëm, jena shumë pak në realitet. Shumë shitëm të shkollum, jena shumë pak në realitet. Shumë shitëm të sinqertet moral, që jena shumë pak në realitet. Kjo është realiteti, mundet me na dhim, po i rez për i rez. A bëden qysh? Jo, në të na dham, vish në të thojmë. Po është. është pra, s'kem shka rajim. Kështë në shefëm me fasada, se. E dina, këtë e dina kush jena, qka jena. Kështë për qka që sa jena, qka jena shumë mirë. Po, qka ka mujtë me na gjithë. Po. Qka me ndonë për njerëzit human, për njerëzit që ndimojnë? Menoj që është personale. Okej, vetëm supozojmë ose përmenojmë që ti si e qaj. Vesh përves ti kur ishe njerëzit që janë humanist, shka menojnë ti? Po, më knaqët zemra, sidomos këtu të nasë e di që ka shumë nevojë. E kom pa kur jem dalë që në teren e sene, e di që jenë nevoja reale, nuk jenë rrenas, reklamas, kur gjë. Njerëz për një me vujnë Kosovë shumë. Po na si shojmë, edhe realisht jenë shumë afer. Jenë mbra pa derës tonë, 10 minuta për Prishtinës. I ki njerës që jetojnë kushtet mjerushme, kështu që se cilë që bënë diqka, qëfar do lloj forme që është aja, koftë edhe të e përmen në emision që tash, që ka nevoj shumë njerës për ndim, më knaqët zemra, më gëzot zemra, di që është shumë mirë. Trimi, shikus në ndërore, nësë rastisht dikush për jush nuk e din, Trimi është humanist i madh, bashkë me Halil Kastratin, apo? Po. Po. Insistimi i Trimit TTU të konë që unë mes mi përmend, po në thash, a i full shka të dënë, unë e fulli shka të du. A i kina do se edhe të në shqiptarë. Nuk bën... Po më nova me ta morë rolin filleme me ndërruve, po. Po, te këtë është me i pise, po në duna me përmend Trim, sikur dikuj që ja përmendim në anti Kosovë që bën, na du të mi përmend Trimi është humanist. Jo, realisht, atim se s'kom dosh me përmend me të kazu drejt. Se pra, unë insistova. Po që, pe përmbylli unë. Se di, njerës, jo një kategorie njerëzve që kanë gjelozit madhe, nuk e di pse. Realisht nuk e kuptoj. Po nështë e kanë brendësinë e vetë edhe kanë pej dështimeve të veta një që i urrej njerëz të tjerë. Edhe mënohen me gjetë një pikë të dikush që është i suksesshëm me gjetë një pikë ku me kritiku. Gjithë mënohen me gjetë qa ka kjo që e ka shmirë. Pse më s'tja gjojnë, hajde ku e ka një pikë dëpë. Edhe realisht më kanë kritiku shumë, jo, më kanë kritiku një mas, po qaq irritu se u kona ja, që pse pi ekspozëm, pse pi qetë, pse pi publikëm, pse... Po realisht, ati që shohë bamirësia. S'ka nevoj kërkush më mangu muzikëm se unë jem bamirës.
as ka nevojë me ndosh mu. Po. Apo kupton qysh? Po. S'është që unë po përfitoj për asaj bamirësi edhe njerëz po thonë, ky ka bë mirë, hajt ja ngaj muzikën. Jo. Muzikën ose e ke të mirë ose të keqe. Ukry. Po shije, është relative, të pëlqen e ngan. Edhe në sportist për shembull mund të më kon shumë karakter i keq, po shumë atlet i mirë. Ti e dëm për çat profesion të vetë. Çe e bën, po. Jetën personale secili e ka personale. E arsyeja pse na kanë herë kena publiku, kanë më motivu të tjerë, po dhe realisht me kallëzu çysh është gjendja. Edhe kanë diku shumë. E di që unë kam një rreth gjanë shoqëni të madhe, e di që ka shumë bashkëpunëtor të mi që janë nëpër botë, që kanë biznise, kanë sene, edhe kur ata i kanë po janë ofru vetë, s'kum pas nevojë me thirrë secilin telefon, hey, hajde a keni mundësi me ndihmu diçka. Po i kanë po që aty, adhen është tash rrjetet sociale për krym punën e vet. Po u kon veç fillimi që tash që një kohë as nuk postoj as shumë rrallë, veç kur unë e një shumë një knatësi në që ato edhe e kom përmbyll atë kapitull për që ata edhe nuk kom qef shumë me folj, ma shumë kom qef me bo. Po, ti vazhdon me bo, e di që vazhdon me bo, po që ata thash ta shfryzojmë pak sonte, ku mujnë mu lajmëru njerëzit që kanë mundësi me një mu? A ka ne adres të Halili, a? Po, është faqja zyrtare e shoqatës Halilit, është edhe mujnë edhe të one direkt në Instagram që kanë diçka në e rast që është keq me ju një mu, ose dikush që dënë me një mu në e orientaj masana i ma mirë, ku spritaj më marrë me atë punë e që. Bravo, Bertrim. Unë e dule me kalu të deri të sponsor, se humanizmi më nëziti dhe me kujtoj që sonte, mas jo dhe që ti, nuk i përmena sponsor. Mirë, po humanizmi për shkak se edhe Altredi, i di nga bisedat që ku pas me të dhe informacionet, edhe Altredi, kompania që ndërton banesa, janë human, kanë ndimu në shumë raste, edhe si steke mes mi përmen, unë tash një përmen në emision, se janë... Ka shumë, është një listë shumë e gatë, njerë që unë një personalisht që janë që kur nuk e përmenim, po një moj njerë zakonisht shumë. Po, e unë i thash ati, Sokolit tash... Unë realisht në raport me shumë bamirë, sa jam i vogël, unë e veç mënuna me pa t'impaktin tem, po ka njerë që bojnë shumë. Bravo. Nuk e din kërkush që ka t'i e se bojnë për zonë. Sokoli Altredit, për shemull, insisteke që mes mu përmen, se ato i bëjkë për shpirt. A një dhe, që edhe trimi i bënë për shpirt, po, është mirë, mu përmen. Kështu që na falendrojmë edhe për atë punë, po edhe që është bashkëpunëtori e emisionit Oksigen, kompania Altred, ndërtimi banesave kualitative Linda Premium Residence. Falinderit shumë Altred. Një herit sponsorit tjetër është Hymeri Elevators. Më thonë, lifta, ashensor që prodhon Hymeri Elevators kualitetit të lartë, tash e 13 vite në Kosovë, 11 vite në Shqipëri, mbi 30.000 familje i përdorin ashensor Hymeri. Ku është Hymeri? I autorizuar prej Klemanit, Gjerman. Hymeri është shqiptar. Na i kanë pasuru Kosovën me gjërat bukra, me liftat bukra që funksionojnë. Dhe njëhejt edhe këta shumë humanist. E këto sane janë na lidhin, a pëshen që na lidhin do sane që na kona neve. Trimi, e qetë biseda e mirë. Hajde vish pak i pyetje që shinin gjendje ju reperat, një fjalimi thonë, mishti me i fjallë, që shumë fjallë, pra thunë i bërburë. Mi bo kejtë dështë të të. Qishka po një bërburë? Që kja kongë, kush është autori kësaj kongës Selavi, shumë e bukur? Autori kësaj kongë, unë jam tekst shruës, tekstet e mija zakonisht i shruj krejt. Kongën e këna bo me një producent Gjermane, ku am një Jumpa, është shumë i sukses shumë atje, është i Berlinit, a e ka bo muzikën, edhe qështo, e këna i gjizu këto. Shumë interesant, be. Melodin kush e bën? A fishlon ti vetë me veti një herë, a veç tekstin? Po, zakonisht melodit edhe tekstet i bëjun e krejt vetë. Bravo, Betrim. Mirë, nuk o keq. Interesant, unë nuk di nej kongë për shambull që ki që sëngohët. Faleminderit, kompliment. Me plët shije. A për ki qef me folë për dojën tam, apo për dojën ton pak? Folim për të dytë ka pak. Okej, unë i kom 2 doj, njoni është gjallë, njoni ka vdek, 2 doj të nërshëm që i nxen Gjakova dhe ka respekt për ta. Jetë thjesht, jetë modeste kanë bërë doja jutë. Unë i kom 3 doj, të 3 jenë gjallë, janë shumë të nërshëm dhe të mirë, njoni për ty në mirë në muzikë, e ka emnin 2x2, për që ato sigurisht për të në në të dalë, të 2x2-shi. Shumë mirë. Ku është ta ideal që la hupi? Bëj, këllaj dësanat mira, bre? Ajo është për reperave të parë shqiptarë që ja ka njësë këti zhandri, edhe realisht unë jam inspiru për ti në ato hopat e parë që me thoni ku marë për ti. Tu e ngu ato, masë ne më ka hi në gjak që kjo muzikë edhe në qef, edhe ajta është shtu jetu në Francë, faktikisht prej kohës luftës jetën atje, edhe nuk është shumë aktiv me muzikë,
tash pak e kanal, po jëm të i bo shumë presion për me bo një kongë Për me bo. Po, për me bo edhe një, ka shumë fansa lojal që janë gojnë muzikën edhe realisht zakonisht na shumë i lavdojmë njerëz të familjes, po unë e kam shtu për artistave të preferum. Jo vetë që e kam doj, po unë pëlqen shumë që shkruan dhe që shbën muzikë. Mua muzikë. të kongën me Elvana Gjatën që kanë spotin Burgun, ata 1 milion herë në ditë mingu. Apet pëlqen edhe do këtë njëjtë, punën e fresh. bukur. Kur ka në momenti kur i ki thonë ti dajës, shuj ti se s'din mos, unë jam më i madh se ti. A la su ardh, a ka më ardh? Jo, nuk ka ndodhë. Kena pas, kena menime të ndryshme në muzikë, po s'kena pas asnjëherë një moment që me thonë me disrespektuna ata, s'ka ndodhë. Po veç si shqiptar që je dikur, dush mi kallzu veten, kur pritet ai moment ta shënojmë sonte? Kur të lën ashta muzikën krejt, që e lën krejt muzikën, i thëmë, okej, që ta shumë e di, se jom të mora. Po, edhe i thu mirë bone që e lë se kështu ashtu si kona, Ja. pa ja shu fjallën e nënë njëri qetërit jo? S'ka shansa, jo. Ajo është për mu është legendi i muzikës hip-hop, edhe ka bo shumë senet noja për muzikë. Fillimisht e ka pas në atë kohë luftës, vitin 97, e ka pas kongën Nuk dorëzohem millet, që u konë me luftë, që ka pasqyru realitetin në Kosovë, qysh regjimi sërb, që na ka bo neve shqiptarve ka lëshu në MTV, në Viva, që për atë kohë konë shumë big, po edhe vetë si vejë për me bo një qasi kongë me klip, dijet në atë kohë, që ka pasu me bo diçka t'il. Po këta e kanë bo, e kanë pasqyru që ata u konë muzike rrugës, ka bo dhe shumë vejë pra tjera, një karierë gjatë, edhe po mbi të gjitha e gëzën respektin e krejtve, që shpëthu edhe ti se e ka pas karakterin e vetë su doli ashta vijave, as për karierë, as për famë, as për kur gjë, edhe e përshëndesim shumë. Edhe falenderoj për zemrës për keq që ka bu për mu. Doj, shafrojnë doja për një pesdishka. Mësa, rodojnë, doja për një nipi për doj. Nipi për dojnë thënë qëtë pushkë. Po, doja për nip? E hani kingjë. Normal. Hani kingjë, që shtu thojnë? Se jo, se mësme hongër. Se mësme hongër, ju ka bo nipi mirë. A ki mendu ndaj strategji si ti shpëtosh vajzat nga çmenduria ndaj teje? Na bomi një sondazh e qitë, po një du të më konë i dhimshëm, ti e din që dojnë qikat, jo ti më frujt, me boj strategji, ka hapa qëtësimit, për normal, një plan me mbjellë qeverin, na jo këbëa, na i standa, e qitëm në sondazh, sondazh ma i bukur Besimdina apo Trim Ademi, rezultati djetë. Unë jam Besimdina, sonte ti e kapital ti. Për që ata keni boju këtë trikin, për më do mu vetja i bukur. Mirë, shka qyshëm thuti vetë me vetja, për shemë, atë ka shkumena në herë me thonë, në një të shtunë të më pa, atë të kumë dhim të kërëm ki pa, ki thonë, paramëno, tisha dukë së kur këune, a kësha bujtë me dalë në skenë. A të më thonë, a ki dhe empati mas je humanista, atë dhimna. Shtjesht, si ftyrë, atë dhimna, onë, hajtë që mu për mvje kesh, atë dhimet Arbeni. Jo, si onë si një për më dhim, come on. Pse më dhim? Unë Arbeni kemi shumë komplekse, Arbeni ka ma shumë. Ja, s'ma vërmenja. Pinguci, Arbenin edhe, ne jemi shok, edhe veten kam qef shumë minguc se në gjë që farpisi jom. Veten ki që me ngucës, ty së në nguc kërkosh, dhe te i nguc krejt, për që edhe ty së kërkosh së mërën dhe nguc. Që që takon pak veten me nguc, ka një janë. Shama, thash por si ti... Po më fevre, po s'po di. Nuk jo më në Besimdina, dhe pse e nisa ambicionin. Okej, dalim të strategjia, si të shpëtoni femra shqiptare? Si të shpëtoni femra shqiptare? Po, femra shqiptare s'ka nevoj me shpëtu. Pa, kumar, normal, s'ka nevoj, ka vanë për kretë, pa thot. Qështu i rrë, s'ka nevoj me... Nuk është situata qa që keqe. Po? Edhe unë nuk jo najvar superheroj që me shpëtu. Mirë, po, jemi hapën, për të gjithë. është hapën. Veç që, do më thonë, konkursi kur ka medal? Qëre, mi pas bone veç... Do të mi dërzu CV-n online. CV-n online. 2 CV-ja, me bo mi që dikush? Jo. Veç një. Qëre, është dush me nga spjegu njeve mu Arbenit e këtëne që... Qëfa ndjeni është aja, për shumë, mësë më gudzu me dalë? Ha? Për shumë... Po jo be, Arbeni le del shlirë, s'ka problem, kur gjë. Më thonë, s'këshyre kosh, për qëfa? Trem, sa vjetë është ndjenje mirë, është ndjenje mirë, kur dojnë njerës, kur e vlerësojnë personalitetin të muzikën tonë. Që ka dulë, ka personalitet, jemi ka folim për qika. A e du folë veç për pomje.
Po nëse më cilësojnë... Me fitnessa, i gotë, i meqëm, qështu po thoi? Ajo është qëtër sa muzika? është knaqësi, normal është ndjenje mirë, nëse më cilësojnë që ashtu çdo pëlqen, çdo super, çdo është ketë janë të mira. Janë të mirë se ardhura. Po. Qysh është e niti, besim? Nuk për di burë, se me sigurisht isha tranu, ti djallë, tash ti del ti për shamull, e nase... Dreqë që ropat pak? Po, u ka kjo, del, a dini më ngusë më në femna, ma shqja, dini në jona, vish, zdeni. Ti ndrejqë e dhune pak? Që tu i nërë si ore, që? Tash ti del, ti djallë. Ja, po. Ja boni refresh kokës të. Një dy herë. Restart. Tu mi mitu mu për më kesh energjia pse pi thu. Më dhim ka koma një ko. Që beka jam i dashtër? Më dhejke pse pi prej. Më dhejke... Koma jo të është të më zbe prej. Normal. Unë i shuaj ëndrat e plot vajzave. Edhe tash, s'di përbes, mu sjellë më bëmë mgus një femër, s'di shka i thëmë. Bova ki i thëmë shakibe i qura, nesën se si më mësu. A ti, për shemë, ki manë qëndrem. Shalin e manë, to dorën pak dej qëtu në gjep. Qashtë, ha? A o qështu? Qatë gishtë në qashtë jashtë, dhe dorën pak ma mrena. Që ma qështu, në i pije, në i samë, mu cilë në për kafe, se la vi. Se la vi, se la vi. Qa bën e një mirë? Edhe i shkon të avëllin dy qikave, qika shapëpini, të thojnë, ma bojnë to, ik marka të nërë, thëmë jo, kamarierim që e mjë vetë. A ti për mund zërë, për mund zërë. Banktohë dhe mu njëtë mirë. Po, po t'ki rast, shapëpini ato thojnë, ik më se e du për shemull, e du ka nga frej muqiqit, thojnë, ba kamarierim që se, ku shpelodhet për ju. Jo menager, mi thonë këto, po pënej. Është edhe një Barsoleti, thot një djallë, një qikës, thot, shumë e bukur për dokësh. Aja qika thot, falimderit, po unë se kom të njëtin mendim për ty. Thot, po raja dhe ti si unë, bre. A përdi, këto kontrat i përdojni, si do më ushtroni pak të tyrat matematikës me negacione, me këse i mësoni ma shpet të ashtosa. Unë e që të kontra ndona me mësu. A, këtë pështoni. Zerë për situatë. Ka është gjitha ma mira në botë. Nuk ju ngusi se zdi. Arben? Qysh brezdin? Së më kara, me mosh krejtë bohën. Ka dal-dal dhe të shku të pjekë. Trimin e dojnë se unë e pash për shemull edhe stafi dashtë edhe, sidomos ku i thash trimi, son të vje me kënu Arbeni boni kështu. E hongri buzën. Pse? O tu të Arbeni që pja marrë shkelqimin a qa, se këta keni si start orkestrës, apo? Arbeni amon vetit si ma i bukri në orkestër. Po. I kena pas votat e fshefta, i kena pas votat... A keni votu, a? Kena votu fsheftas... Kush vëdoj? Ylberi si Drenisak i vjedhi votat fitoj aj. Se fatë kja që Ylberi nuk është në orkestër. Ma gjelos, ma... Djemë, më s'falni shumë, po mbledh një energji për vitri, se na duhi. Trimi është ndër me t'i klikuar në Spotify. Na spjegon shka është Spotify, mas ne kene me dollë edhe në turneun World is Mine. Spotify është një platformë digitale ku mund është me ngu muzikë. është veç me audio, nuk ka video. Edhe mund është me bo shumë sene, mund është me bo qatë platformë playlistat ndryshme për fitness, për mvarë që fa disponimi. A mdo këto ma kualitet toni që aty, si sa në YouTube? Edhe ma kualitet. Në jetë ma mirë. Edhe tash Spotify ka orë edhe në Kosovë, do me thonë si platformë që mundet pej Kosovës me u hapë. Me u pagu, apo? Me u pagu edhe qmimin e kam bo shumë matë lirë se në kejtë venet në Europë. Në Kosovë edhe unë për vejti s'moj pa Spotify, ose pa nëjë platformë digitale. Ka dhe tjera, Apple Music, është shumë e përshtatshme edhe ashtu të s'ki si në YouTube që do të me... Mund është me përdor telefonin edhe kur jetu ngu muzikë, thjesht në background. Edhe po, aty e kam një dëgjishmëri ka gjatë mirë, edhe më bën shumë të lumtur se në kupton që i vlerësohet qa bëj edhe puna e madhe që na e kalojmë në studio. Ajo prej top këngëtarëve atja, po? Po më nëjë Kosovës, po që po, për jashtë? Për tregun tonë, po edhe mu krasu me tjerë artista na janë që ndrej shumë mirë. A po, a? Po. Bravo, për trem. Shqyqër. Me reperat të rajonit, po fletë për Evropë, apo veç për Balkan? Balkan, po edhe Evropë. A po? Po. Në bashkëpunim me
do të thonë me muzikantin gjerman që ka bërë muzikën tha parës, po. Po, me producenta me a pritet me bashkëpunim me producent huj? Po, me producenta kena bërë shumë kongë, që shta marrët edhe Selavi, po edhe gjysën e ma shumë të albumit fundit që e kom qitë që thirët skulptur. E kom bërë me producentat jashtë. Po për bashkëpunime, i kam disa bashkëpunime internacionale edhe në këtë album. E kam një artist shumë mirë grek, që është shumë i sukses shumë për momentin. Me një të Anglis, J1 e ka emrin, edhe është shumë trending që është për momentin në Angli. E kam edhe me Dardanin, që është në Gjermani, është shqiptar, po është të kur suksese shumë të maja në Gjermani, edhe shoki jemi. Kam edhe shumë bashkëpunime tjera internacionale, tash rrjetet sociale po na i mundsojnë, po shohim njëri tjetrin. Edhe po mendoj gjeneratat e reja nuk është se e këshyrin shumë maksimalisht veç interesin muzikë. E këshyrin edhe atë pëlqen një artist, a kështë pas qef me bëu diçka me të. S'ka shumë rëndësi so e i suksesshëm. Ose a fitohet, po veç për qef, për pasion. Me bëu për qef, po, fix. Shumë jetë më najtë gati, bra? Pse jo? Apo pi shumë ujë, ti që rapa të në ujën. Po të pra, jo, ujë është i mirë, edhe bas harroni shikus të ndurër, këshillat e mjekve të zotet mirë, 2-3 litra në ditë. Gjithsesi mi pi ujë. Unë po gati pi një 4. Bravo. Nër 3 mes mëra, 2,3 mes mëra kur, është këshill, s'keni nevojë me më dëgju mu se mjek nuk jam. Doktorra. Po veç për i barti informacionet e dini që pa përpunu mirë, nuk barti informacionet në oksigen, pa vërtetu mirë, sepse se shfryzojmë për dezinformim, po për informim të drejt dhe sjellet të mysafirëve. Shumë e vlefshme kjo. Sa matë mira, po. Trim është një interesim i vogël, për shembull i reperve, i kategorisë juj, që keni po edhe famë dhe shumë sukses, nuk kanë shumë interesim me shku në për emisione, nuk kem thirë, nuk kem dështu, po e shoh se pini i prej kolegëve tjerë që po thonë s'pëvijin mo reperat. Bollë mirë për bëni, po pse? Une, po të kallëzoj për veti, ku mungu pak në intervista për shkak se i kisha fol shumicën e senave, që kom pas me kallëzu, edhe masanej e nisha vetën që u bona veç numër në ato intervista me të kallëzu drejt. Për me plotësu minutazh. Edhe kum tërheke, kum marrë një pauzë kështu të komplet, edhe pi koncerteve, edhe para pandemisë, edhe prej mediave, derisa kum qitë qëtë album. Edhe ju më pregadit për qatë koncert që kum pas në Tiranë. Kum pas një koncert shumë të madhë që u thirë Time Capsule. Ishin kone me ndryqim të tonë të Lili Kallëzej, apo? Po, u konë një event shumë i madhë që o dosht mu furnizu me ndryqim, me LED, me zërim pe i kejtë veneve. S'ka pas për shemë veç Shqipnia më na furnizu, se veç Kosovë. Kena marrë gjithë kanë, Greqi, Bullgari, u konë një super stage, afërsisht 30 metra, që su ndërtu në herë, kërkak nej ka na, edhe u konë një super show, jam shumë krenar që e kom rritë, që me thonë qatë milestone në karjerën tem, edhe është një pej veprave tona, po thëmë kështu bashkë me kejtë ata që e kena punu, që u konë fantastike me më rrinë tregun tonë. Se tregu jonë dihet është pak i koklavitun për shkak kushteve ekonomike, krejt seneve. Edhe me bo një koncert, mi mledh 10.000 veta koncert personal, është kogja big deal, ma mërmenja mu. Edhe plus asaj, u konë një koncert i super investum, u konë kejt live me band, u konë performance 2 orë, jenë konë rrëth 40 dansera që kanë këcytë në konë, performanca, skenografia, fireworks, gjithë shka ka pas atë, u konë shumë show. I kanë pas ato varset në dorë, me ngjyra që kanë bërë koreografi edhe publiko, që u konë për herë të parë që ka përdorë dikush në Ballkan. Edhe vështërsia më e madhe faktikisht përveç buxhetit me mbledh për me realizu qatë projekt, u konë edhe qysh me shit. Qysh me mësu publikën që me pagu qatë bilet. Kur i ka mësu, për shembull, bashkia e shumë kompani tjera televizive, mobile që janë atje në Shqipëri, i ka mësu falas, mi organizu. I kanë thirë për shembull 10 artista, mi knu ka 2-3 kongë edhe u konë pa bileta. Me orë ti mi mësu 10.000 veta me pagu bilet, edhe në fund me thonë faleminderit, për tënë këtë show se jena knoq, u konë këgja sfid. Po kena punu shumë me ekipën që kena bo, është një kompani që thirët Connect Shqipni. Kena bo shumë fushat, marketing, ja u kena kallëzu njerëz edhe s'kan mujt me ditë që kena me bo, se ata na kanë po të nkone për diskoteka neve. 2 euro, 3 euro bileta. Ta qysh duhet. Po, tash
ti mi thonë, po du me bo një koncert, ku ki band, ki dancers, ki sene, ka thonë, S'ka besu, se e në mësu me ka i sinë të mi, po. ka mujt me thonë, jo, po hajtë se të shohën e ty mas 2 javë atë. Po. Për që ata edhe ju më tërhek pak prej që në koncerteve. Edhe fatmirësisht për fatin tem ka rezultu shumë mirë, u prit shumë mirë edhe as vetë s'kom besu që ka më bollet mi veta me të kallëzu drejt. E kom di që ka me koni sukses shumë, se kom kështu vetë besim, po deri që atë mos se kom prit, u konë shumë huge. Trim ka qenë koncerti i mirë, prandaj shikus publiku në shkuën do të kënaqen edhe pse kanë paguar. Ma rëndësishme u konë që i kena pos diko rreth 1500 veta jashtë të dera që kanë pritë, se e mësu zakonisht kur të kryet krejt që hinë këtë biletat me qelë derën me hi tjertë. Nase kena bua sen, nuk i kena lonë me hi, kena thonë që Mundi komandë njëri. Po, s'mun është aje ka blej biletën 20 euro, ti pa bilet me shkumja prish. Edhe kategoritin konë ndome, si kena lonë për shemëll veç të skena mu grumbullu që mu dok ma mirë për mu, po, a beden që kina kush u konë kategorinë A, konë no, kush u konë B, Si në krejt botën që i shesin biletat dhe në kategorinë. Edhe më rëndësishmja për mu, për këtë kësoj, nuk u konë veç suksesi edhe une me më mburë që hej, që bona. Po u konë që qaj publik, kejt jenë dalë të thonë, të entuziasmum të thonë kur kime bo prapë, se te për i na knaqë. Dhe me thonë, ja ka vlejtë shumë qaja mund, qaja punë, edhe qaja u konë knatësia me madhe në fundë shojit. Ku datë publiku, 180 euro ke bileta Mark në Flerin shkova pash, po mu ka do kësi mja jap 18 cent. Për shë se e knaqë. Na e kena pos një bilet të lirë, krasë qëfar shojë u konë, mirë po prapë se prapë i na do të knaqë, se su konë qëllimi fitimi, po menoj që u konë edhe për industrinë e muzikës u konë i hapë shumë i rëndësishëm, me kallëzu që i mundet mu bo, nuk është largë edhe... Kjo biseda që e bojmë shpesh me djemët, shokët e mi, po sidomos para 4-5 nete e bojmë shumë. Mes me dalë një e gjithë konë. Po dhe. Menoj që është ardhmja muzikës, koncertet live edhe koncertet, taman koncerte, jo performancat në për diskoteka, është ardhmja industrisë tonë. Nështë ajo momentalisht nuk e merë gjithë kush guximin me bo një hap t'il, se është edhe shumë rrezik i madhë, mirë po menoj që kjo është dashtë, që kjo është rruga ku industria muzikës. Njën vjetë mi bo qasit madhë javlen. Po, tash pandemia ma nalin Prishtinë, po kismet si të kryet, kena me bo edhe ma mirë Prishtinë. Me Astritin ki bashkëpunim, që shkallon me Astritin, kitaristin tonë të dashur? Po, Astritin fantazi, me këto kena punu shumë projekte, kë shumë herë ka bo solo gitarë në kongë të mija, edhe raportin e kena shumë mirë, edhe i komplementova më herët se tash pe jo veç pe që ati koncerti, po edhe pe do performancat tjera që i kom pasë më kara me punu me shumë bende live, po me këta s'kena bo as prova, 2 herë para se mja nisi bënë provat edhe tingloj ke mos të ma mirë se originali. Kështu që komplimente vendit fantastik. A ki pa Astriti që është nërvashe, thënë sene, gjune, mon revolje, thike, shumë agresiv është si tip? Po, pak fillim u tuta kur erdha, po masane i thanë heke kalashin. Tha, okej, pe heke kalashin për qes gitarën. Thashtë, po, okej. Ishte një humor për ata që dojnë mu kapën këtë fjellin, se këta jenë me të edukuarit që kam parë nga bota muzikore. Kretë qita njerës. Vij Gjemili që është pëtit, Gjemili. Po, shto stilin e go. është i dënun 20 vjetë me kushta, që shjetë. Jo, pa e gore. Trim, bravo dhe i këtu se u knaqen dhe qështë si qetë, qështë je kështu fitnesi. Hajde. Për qa që bukur mirë, për rëjnë si kështu. Po rri pak si i frima. Mirë. A reagon kështu këtë vetë e kush, e thu kështu... I thëmë, dole është... Jo, është një fazë që e përjetën që ashtë. Po në tash, masi që i kom rri ato, që shme thonë... Shka ke lypë vijat, konturat, po? Tash ma shumë e bëj për shëndet. Me kallëzu drejt, kështu është një sport shumë i ronë fitnesi, shumë jo falenderus. Momentin që e prish pak dietën e si ringoti... Një mujt 10 milion harrot e punë. Thuja se këthejesh në pikën zero, po kryesisht tash po mënona me miksu. Së është që bëj veç fitness, bëj edhe shumë vrapim më nxes. Qaja është. Edhe ushqimin realisht më ka nimu, jo veç për trup, për fizik, më ka nimu edhe për kreativitet, më ka nimu edhe për me konë ma i qetë. Edhe ju mënu tash mi kombinu prej eksperiencat mija që a kom su, edhe online, internet, edhe me njerës tjerë që më konsultu, dhe tash e kom bo një fan miksit mirë. Je i qetë gjithmonë kështu a ki agresivitet? Ndodh. Kur?
Mehmet pa gjumë, në herë. Okej. Si të më kalon vakti gjumit. Qafën e kuj e përdorë si shalë për mi hypën qafë? S'ka ndodhë, bre, së më pëlqen. Jo. Ja. Më thonë... Me i ranë qaf kuj. Nuk ki... Kish po thëmë kish e thonë ti. Me i ranë qaf kuj, së më ka bo vaki. Bigari hek. Bigari hek. Ti djallë. Se me hypën njëri të në qafë, ka të boni mërë. Po edhe peshe ranë jam, besu në manë qaf kërkosh. Normali, 100 kg buta. Me bo vaki me vendos, me i ranë qaf dikujt. Po, 100 kg buta, po. Po. Po, ti hekin e për Turqia, ti hekin dhe në 60 kg që donë... O, në Turqi, e hekin, po nuk është mënyra dur përveç nëse s'ka zgjidhje tjetër. The world is mine. Po. Shka përshkrum shtë The world is mine? Bota është e imja. Po. Ka qenë një turne, që ne këmë bo në vitin 2017-18, nëse s'ga bëjmë. Ka qenë një turne shumë i mirë, edhe ka pos datane për shumë qytetet botës që realisht asun s'ku menu që mundet me pas shqiptarë dhe mundet mu boneja. Po ka qenë, si me thonë, viti jam i artë me thirë që ashtu, 2017, ku pas për produkte shumë sukseshme. Edhe e kemi bo që The World is Mine Tour, që une përveç që u konë shumë eksperiencë mirë me ata njerës që i kom taku aty edhe kom nda momente edhe kom performu për ta, u konë edhe për mu shumë qef me shku me vizitu këtë ato venet botës edhe me bo një World Tour. Edhe për Evropë, jashtë Evropës, apo? Po, ka pas në Amerikë, ka pas... Kanadë, me siguri. Në Kanadë, gjithanej. Kolumbi, Kili, kësi, jo? Ja, atje jo. Jo se gjysa s'tu kish këthy, mo? Atje pak më lërgë. Me pasporët e stradës, gjysa këshin najt atje. Ishin nala, në Kolumbi. Lërgë burë. Mirë, në zetë. Futbolista, qysh, Arbet? Autostradat, rrugë të gjona Evropa. Po. Kjo, Amerika Latine. Unë si më konë në Kolumbi së divi që kom pak shtu pe televizorit. Që më shfa një i butë? Shumë interesant. Shka do është të bërë trimin mingus, shfar moshe trim ki? 28. Qysh po thu te? 28. 28. A ka shpres që të shohim veti dyti? Po mëre. Shpresa gjithmonë ekziston. Ba shpresa ka në qika? Jo, shpres nuk e ka. Që është të diçka? Ha dhe mos, a disa një mën me botin, për shemëll, i pështën do tjerë. A do me qitë një për Facebook, a kësi sena që mu më lindi djali jam, ka me studiu Akademinë Ushtarë. Halo së më ka lind djali, se di që shë ndjenja, edhe në qysh mërën me reagu njeri, po kërësisht më nëna senet që i du, që i kam vleshme për mu, nëna mi majtë privat. Bravo. Që qëta kam si parem, edhe familje nuk e kom ekspozu as njëherë, edhe jetën tem personale nuk e kom ekspozu as njëherë. Shumë meqe ma kjo. Nuk e kom përdor as si strategji, për famës, për kur gjë. Edhe është thjesht diçka jemja që s'kom qef me ma prejkë. Pse mi shpërnda? Pse du të mi dit dikush që unë edu nonën? Pse du të mi dit? Ose vlau nëse, po dhe? Po. Pse kuj kimi arstitu ti që ti e këqyrë nonën ose babën? E dëllë, kuj kimi arstitu? Kur kujt, veç për veti, edhe për Zotin. Po pra, që si farsana, dhe me kështë qëtë shumë, në këtë darë, për mi lezu tjertë, nejse trim, posh, edhe që aty bukur mirë i keni pasëm shumë me dy po dyshim. Me dojen. Ka qenë tem shumë aktuale. A ju ka ngusë në politikanë, se aty bukur mirë keni cel ju, pas thamë? Ja, nuk i kalojnë a limitet. Po. Për ata është normale, aja, ata thoi... Gjithë shka normale u bon. A thoi, kretë ka din shka për bojda. Kretë ka din, matë meqem, se që trimin, kapital ti nuk ka. Qika, se s'bëni ju pytje për shemull, a keni pytje? Për shemull. Shemull, si muzikant, për shemull. Na si muzikant, as dina me vetë shumë, veç mu më shtine pak luka, me të alujtë rolin tënse. Sepse Zorima për do këtë me dhejqe emisiona, unë mo, të dhejqe. Jo, Zorima, për ty. Kur ku po që ashtë si, thashat me ty une? Për ty, Zorima, nuk është. Keni pytja? Për do, po. Ku a të zënë kush me bo pytje këtu para teje? Jo, është problemi që a gabimi jemi që që këmë dhënë sonë të përshim qikave. Plus asaj, i ka hargju godi këtë pytje, të s'le asan pa vetë. I hargjove, të s'kan qave vetë, më kërë kërgjë. Ja, të më këllu? Po mërë? Cilën kong? E këshaknu i kong,
Një këngë shumë e veçantë për mu, thirrët Fjalët e Nanës. Fjalët e Nanës. Po, edhe është një Çka thot teksti? Është një prej projekteve të mia ma personale që e kom publikuar si vjet. Është pjesë e albumit Skulptura dhe fol më shumë për raportin tem me nanën tem. Apo? Nana em ka Facebook, në këshirë ato, okej. Bravo, Qa po bravo. thojnë? A ki më thoni bazu në ngjarje reale me nonën kur ke shkruar tekstin? Po, patjetër. Vërtet? Pse Skulptura albumi quhet? Skulptura, e kom shpjeguar edhe më herët, është për shkak se është një album që kom punu kohë të gatë në ta. E ke Edhe gëvend, e kom gëvend ka dalë si skulpturë, edhe është si pjesë e jamja. Kom qitë pjesë të mija, pe zemrës, pe shpirtin në ta, kështë që kom vendosë mi alona në skulpturë. Edhe është e konsideroj si vej për të artit për mu. Bravo, mas i ki kushtu tekst nonës, cilat janë ato dy rreshta që i ki mas shtirë mi kënu këtë kongë, cilat të prekin ma shumë? Valla i krejt konga, me thonë drejt. Sigurisht që aso, krejt konga nuk po mëj me... Pa jenë do momenti pak kus mundësh. Shka thot teksti? Mës të thuj krejt veç pak. Hajt, pe provojnë? Apo, a? Pe marrë që mikrofonin pe Spotify-t. Jo thashbe që inteligent i man këtë si mu kon dramaturg, kretë pi man, shka tham jo Spotify, jo nona ka Facebook, memoria, është që të shtanë inteligent, më të ku mi thonë memorias, hajtë se e ka lavynë që tash, ti dyjat. Shka? A pe testojnë a pak? Hajtë. Hajde shkojnë. Pe knujnë a veçtuit, së përdalë që ku dush ti? Po, që shtojnë. Misioni për ty? A është të misioni jam? Shka të dush, bërë? Në regull është. Të lutëm. Në dritën e hënës, po kujtohet fjallë e nonës, kur unë saj ke ki me vri, saj ke ki me vri. Në dritën e hënës, po kujtohet fjallë e nonës, kur unë saj ke ki me vri, saj ke ki me vri. Zitë mia ma terta, Viste te kom se drugdalje, e nësë në kom të shpruna, sot po du me të ku falje. Qto ken fjallë ma të ndjeshme, ta bona me që t'jesë të shkur. Pelojna me kru për fund, që ta marrë me përformu. Bravo, bre, e që bë sa bukër, tha që to fjallë, pelojna tha me knu për fund. A bën që të pjesë, dhe se që kam tranoj. Ja, bukër. Po këta, pe bojnë... A pse, s'është në original, qështu, a? Nuk është me gitare, po edhe këta pe bojnë me tinglu fantazi mirë. Po më përqenë shumë. Haj, qika, haj, po, bravo. Po e bukër. Bravo, bë qika. Bravo, maestro! Sa pjesë e bukër, hinë, nali, u bën, tek, bën... U knaqëm. Po, për pjesë, po. Ka shku me në herë me dollë me jetu i jashtë milion Kosovën. 250 herë. 250 herë. Mos ma shumë. Pse dëshë milion, pse nuk e la? Dëshë milion për shkak shumë sanëve që i diskutum edhe ma herët. E nuk e lash se mja njës milion krejt, ku këna milion? A nuk shkove për qëtë punë se mja njës milion, a tha, për rribre që to? Ja, thash për rri që to. Me folë që të drejt, këtë s'kanë thonë, guri ronë për shumë vend vetë. Po. Edhe kur s'nijet ma mirë se në vend vetë, i mirë i ketë që të Kosovë kena. Po, realisht këm menu shpesh herë edhe me jetu jashtë për shka këtë profesionit tem, që është ashtë amaret këm bashkëpunoj zakonisht me shumë artistat huj, me producenta, me studiat i jashtë. Edhe një farë forme e gjej një farë qëtësi e ndryshe edhe atje prej Kosovës. Një pjesë që këto në ashta mungën, e kompenzoj atje. E thej atë monotonin edhe
jam ma i lirë me dalë, me lëviz, me bo proceset e normale tjetës që i bojnë kejtë. Që këto në ashtaj kam pak ma të shtirë. Rapin, a ju këshillon të rive me u marrë me rap, për shembull? Pa tjetër që po. Pse? Po, mu personalisht më ka largu për shumë sene të këqia. A ke pas sa të këqia dikura? Pa ju më rritë që ashtu me një lagje që është pak ma problematike. Edhe ku mujtë në ashta me pas një rreth, jo shumë dun rreth vetës, edhe me mu marrë me sene që së më takojnë. Po muzika ma ka marrë këtë fokusin e energjin, kështu që s'kom pas mundësi mu marrë me kurgjë tjetër. Prap i kom qatë qëshnin që jom rritë me ta asë njere, nuk i kom ndërru. Edhe familjen e këtë jom gjithë. Pse çdo qytet i ka një lagje dy qësi, që janë pak ma... Qashtu? Ma gjakajdur, ma që zdurojmë. Qashtu që po thu ti neve na lidh diçka, na lidh bamirësia, edhe ata i lidh diçka dhe shkojnë keq aty. Po. Qashtu shkan. A do me vazhdu me bamirësi? Po me bamirësi s'diskutohet, ajo është tash pjesë e pandashme e jemja dhe sot kam fuqi, sot kam mundësi, dhe në fund tjetës tem, kam e majtë që tem po. Halili e boni qëta, do më thonë bashkë edhe gjithë një me Halilin, një? Une jam shtepin Halili u konë, po. plegjve? Halili u konë si iniciator me thonë që më ka shtin që të sen, edhe falenderoj për këto. Po, kryesisht me Halilin, po edhe me shumë organizata tjera, bamirësis... Jeve, tjetër ka aktiva, po. Pa tjetër, po. Nuk është që jam veç me Halilin. Kushdo që më ka aftu që ku mujtë me dhonë një impact e ata, ku më bo maksimumin me konë për ta. A ki bo në i përqindje kështë të fitimeve tuja trim? Po. Kur ndimon, e ki me përqindje, mos nga të rego përqindje? është një përqindje për shembull që është e zakonshme, po... Gjithmonë e ki bo? Gjithmonë e te i kalej ato se... I që thonë vetit që ka që përqindje fitimeve, sa arë punoj du me dhonë? Ajo është kështu, si me thonë... By default? By default. Bravo. Bash. Edhe po, Halili e ka bo që projekt që është super fantastik të Shtëpisë Plegjve, unë jam donator edhe aty. Edhe ju mënu minimu, sa kom pas mundësi edhe me sene tjera, mi u gjinë ofër e abdin me konë me të për këtë proceset e rrugës dhe aty, po ata vetë si staf janë shumë të mirë, komplet, edhe kam bo një punë të mrekullueshme, është një vepër për çdo lavdat, edhe është krejt dhe me thonë për këtë Ballkanin dhe Evropën, muj me thonë ashta është Shtëpia Plegjve më e mirë. është si hotel me 5 yje. Po mama mene. Bile kena rastis me vizitu me do shok mi që ka një hotel, edhe një thësh aty në e ka bo hotelin më të mirë se jo. Keshin ata, po realisht qashtu. Edhe hoteli është një farë shtëpi e Plegjve. Jo krejt dhomat, ka jo. Varet. Ka i herë. Varet. Po, ka i herë. Mos të bëjë kështë për jetën një honë, jo. Du më thonë, në shtëpi të Plegjve sigurisht që aty ka të punësuar tash. Po. A keni menu, ndo njëherë në kuadrë të humanizmit, jo veç me falë, jo veç me ja falë dikuj që thot një fjallë e urtë, mes ja falë dikuj peshkën, po mëso me zonë peshkë. Po. A keni menu, për shumë njëherë, me punësu njerëz. Qeko është që kjo punëtori, nuk dojmë ju falë parë, po keni me punu dhe me fituve. Po, është një plan që ka mu zbatu gjatë 2021-shit. Bravo. Po është pak ma avancum, fillimisht është plani më mënu mi shti këtë njerëz në për shtëpia, mos milion, pa kull mbi kokë. Bravo, bashkëtrim. Edhe masanej kur të përfundon që ajo fazë që e dim që shumica janë rahatu në për shtëpia të veta, masanej është faza tjetër, mi u gjetë punë, mi shkollu, mi emancipu, mi përshtatë shoqëni edhe mi lidhë. Sa mirë që keni fitu besimin e njerëzve që ju ndihmojnë edhe juve, më thonë, bashkë donatorve, sa mirë. Realisht, kur kom fillu me bashkëpunu me Halilin, ju mënu në temën me bo një farloj analize që mësë mu asociu me dikën që së më takën, edhe për mu ka dalë jashtë zakonisht i besu shumë edhe për kejtë tjerë që i një mojnë edhe ju ka letësu shumë edhe njerëzve, se shumë njerëz ka njep ndima dhe i kanë qu dëmë. Kush i ka qu dëmë? Pala tjetër që i kanë marra, po? Për arsyet ndryshme, për që adin u dashtë tani vetë me shku mi konfirmu rastet me këshyra, që ashtu, asë është, kështu këtu dihet që gjithçka shkon në rregull dhe gjithçka është e pastër, clean, edhe
faktikisht po them ja u ka lecu shumë edhe njerëzve me qenë pjesë e kësaj edhe thjesht e kryen atë obligimin e vet që e kanë që thojnë për vete dhe për Zot, edhe janë të qetë në ato se din që kërkush s'kam i keq përdor ato. Pje unë për folje. Okej, vazhdo pak. Realisht jam top reperi. Realisht jam top reperi, jam kur më kërkon probleme, s'kom pas. Qasht. Nuk... Ka pak, kena pas, po s'kena preferu mi qitë në për media. Po, pas kem pas. Pas kem pas probleme me reperët tjerë. Po, si në këtë profesionet. Po, kështu për me kjartësu, une nuk jam kështu të pjesë e jetimave të Ballkanit, në shoqatë si... Jo, nashta, unë s'pas ta ditë mi spjegu. Po. Veç si ndihmës donator freestyle donatorje. Po, jam aty maksimalisht sa kom ko për çdo sen, edhe për senet ma minimale, ma thjeshta. Jam aty me ta mjuni mu. Trimu, nuk nasha me ty sonte, na u ka bo 1 orë diçka, po me Trimin? Kur ke aeroplanin? Hiç nuk për moto morën. Jo, në s'pimatë. Le e ketë me aeroplan me ketë. Po rrinë asë në qëto, po knaqëm. Ani, lena qëto para biletës qëtu, shfitojnë diçka. Shfitojnë diçka. Ton këta ujë që ma keni dhonë sonte, edhe paret mja ulonë halal i keni. Uj, ma, është tamon uj, hëtë 2 orë, është pak si. Pa kur gjë tjetër? Jo, ka punu vetë të uta. Babaj të utës ka pas bunart vetin në atë vaktë. Së në herë. Edhe kanë punu me uj, ta kanë shqitë uj shumë si familje. Për që ato i thojnë gash i gurit, se uj për i gurit, apë dirë. Ketë po lidhët. Ketë brejti qështu, nuk raj, qitë mirë, kom që nuk raj këtë bëja e gore. Me Trimi, shka bëj me fol tjetër? Bashkë gjithë shka. Shka tjetër ki hobi, jashtë muzikës, humanizmin s'piqujmë hobi, po është pjesë të sote, edhe muzika. Vrapimin, e tha, fitnesi, dishka qëtër shka bën që se dim na. A je veseli, a ki nej fix ideje, nej san për shemull. I kam do fix ideja ka dhe Shka për shemull, trep se për na vynë për portal, ti thejmë krejt portalet tjera. Jo, folë kështu nëse të vjenë me folë. Po, kam realisht disa pasione tjera që s'qem shumë i mirë në to. Pëlqen me pikturu ka njëherë, kur më teket, po. Super. Pëlqen me pikturu, më pëlqen fighting shumë. Fighting, mi pa, mi bo? Mi pa dhe me ushtru për veti, kështu, po veç mu stërvit. Shka për stërvit? Po, ke qëto kulturat që janë full kontakt. Po, UFC është ligë, po sportit thirët MMA, mixed martial arts. MMA? Po, i përcjeli shumë, kështu jam shumë fan i tyne, si sport e përcjeli mas shumë ti. Kush pra, pedel kush bi reqit, Nurmagomedovin se na lodhi ajo? Nuk e ka re, dhe i stash kërkush. Po, pedel mund saj, ati du të mja gjithë një mundës. Po, po tash ka dola i ka, dhe më thonë është tërhjek për momentin. A i tha që e lash? Po, e lash. Kene dhe do shkrime që përkthejet? Habibi? Veç nëse i mushët menja ose jepi shumë pare, se ndryshë e zbëcej që A bumët një rej kë Izrael, që shë pat emnin? Adesanya? Adesanya. Që janë me një divizion, janë peshat ndryshme. Adesanya është ma i madhë, ka pesh ma shumë. Bjene i hekaj do kile kë vjen të narë Nurmagomedove i pinë 2 kile uj si ti. Edhe është vital botën pesh. Jo, janë... Kush mundët mi mujtë Habibin? Ka pas shumë fajtera që kanë mujtë me... Cili? Me re. Po që për shumë me Gregori që ka hupë pitina, menej që... Ajo lasdru me Gregori të resë shto. Edhe mas u lasdru pak, Khabibi ka shumë aktiv në qatë ko, edhe ka dominu totalisht, po menej që ti shkon pak ma i fokusum, kish mu i mishka këtu probleme. Ja, se ki pja bën këto. Pja bën që ato pelidha. Klap këtu. Këtu, as Tysonis të adorën, të mja bo shvet. Edhe natyrisht është një super fighter Khabibi, kështu që... Në thonë, këti, ku ke fanë si Habibit? Po, jam. Okej. Taktika ti për të pëlqera? Edhe taktika ti, po ma shumë ka pëlqy personaliteti ti edhe... Po është, kuj fort është. Edhe kështu konë shumë shembull i mirë me thonë për ata që e ndjekin sportin MMA. Me këna mujtë ishte është Habibi në fund? E ka mujtë Justin Gaethje që nuk konë një Amerikan që më rriti me sfidu për titull. Pske i fort? Po në qatë lojën e tina së në mund kërkush Habibi. Ata vish mund si e mund. Këta shka jo kickboxera, gjitsa, këto s'bojmë punë, mundja vla, klap, kom, s'ki pesh mo. është e vërtet që krejt që ata që janë në MMA që kanë orë me background për i mundjes që janë konë matë sukses. Këta tjerë që janë konë kickboxera në varet me kanë ju ka ra, më thonë mundesh, po zakonisht mundësat janë ata që triumfojnë gjithmonë. Ata ka bo në e kushta? Ma ka bo e, ja ku më bo e. Jena re, jena sakatu, po veç për qef ma shumë. Po, dhe me oshtru se. Unë e ma shumë me thonë shoshnona me sportista se me artista.
Se di pse më lirë që ashtu. Sportistat janë krejt tjemash, shumë të mirë janë sportistat. Shumicën prej tyne i kam shoh shumë mirë që janë fajtera në përbot, shqiptarë që reprezentojnë Kosovën e Shqipnin, edhe shumicën e kohës kur unë bjenë me shku ose me pas në koncert ose diçka shfryzoj rastin me najt me ta, mu stërvit me ta, edhe ata kur vinë gjithë më lajmërojnë, vinë për najat mija ka njerë kur s'ka na ndeshje ose na event rëndësishëm. Kam shumë shok për tyne mundon edhe mi suportu e di që sakrificë e madhe. Po. Me qenë se e kom provu edhe vetë edhe më stërvit edhe vetë e di që shumë sakrificë që a bojnë ata. Kështu që për që ata mundona maksimalisht mi suportu në për rrjetet sociale, mi u kallëzu njerëzve mi ndjek, edhe na reprezentojnë densisht. A kemi me me të mirë shqiptara? Po, ka shumë me të mirë. Kush janë? Po i pari që u konë në UFC në ligën më të lartë është Ilja Latifi, që është një njeri shumë i afërt i jemi. Apo? Edhe kështu i konsideroj si familje, ato dhe vllahun e vet Arbenin. Edhe ai u konë i pari që u hi në UFC edhe menej që u konë më i suksesshëm deri tash, po mas ti ka dhe shumë tjerë. Për momentin në Amerikën 2-3 fajterat që janë të po sukses, hala s'kanë mri me hi në UFC. Mirë po, që me thonë, tash UFC-a është ligë, si me thonë Premier Liga. Ultimate Fight Championship. Qashto, edhe ata, edhe pse janë kompeticione tjera, prapë se prapë janë kompeticione të shtira, nështë njëjti nivel si UFC-a, po shpresoj që shumë shpejt këna mi po edhe ata në kompeticionet më të larta, edhe nështë edhe kampion të botës edhe me na bo krenar. Se për sporte individuale jena shumë interesant. Shumë fantastik. Shumë interesant. Tony Ferguson, ja të pëlqen? Po shumë. Stilit e ka shumë atraktiv ai. Shumë më pëlqen, menej që UFC-a u kone pa drejt me ta. Është i vetmi fajter që i ka pas 12 fitore rënës ka marrë title shot. Të me thonë nuk u ndesh për titull të botës. Bilez jena me Tonin jena dhe shok në Instagram. Apo? Po. Shpesher e kom komplimentu, ja kom shtrujt në mesazh, ma ka këthy, flasim, komunikojna. Numër një që kësë partë të botë ashtë? Po, për momentin është ma i ndjekuni. Ma i ndjekun edhe se boksin është ta. Para me no, kush kështonë. Tre më nëson të këmbujt më smarë në emision, heq, ty be na kesh dalu kush që s'jam. Po, si me konune si ti. Jo, po këtë të të këshyrë ty. Ane, ti për javë ki. Falimdej shumë që na ke orë, apo bo vakti astrem. Na u ka pas ka bo, njëri do me djekë biletën. Po i marim edhe gjithka. Shumë falimdej, bisede qetë, lezeshme, mbi të gjitha e sinqert. Ishte knaqësi për mu, ishte knaqësi, une shpesher edhe ku më këqyre emisionin tënë, edhe knaqësna edhe vetë, kur e këqyre e di që edhe shumë familjare, shumë njerës të mi e këqyrin, edhe po besoj që edhe ata që ngoj muzikën temë edhe ju pëlqej, une kam me ndjek, edhe realisht ju morë me shumë qef, natyrisht sonte me ty na knaqë shumë, edhe u i ke i mirë i ftoft. Nësë ma përmend për tash? A për të më mlonë pa gjuma? Po ta përmeni si e i Gjakovs. Po për që ata, mësë më prek aty ku më djekë. Thoj mirë që ta piva që tuj se si shkoni mirë, unë e gjoj që aty një farloj në gushtëlimi, thëmë, hajtë përse s'u ka kolë për bumë, ma për burë. Next time kur të shijem, ose nëse më bjerë me orë në emision, këmë ta pruv një palet me uj. Jo, s'kine vëmi produktivi, shkoj në pagunë, në shkriman, duke i thëmë më qëj 3.000, qatë uj që ma ka pagu për nonën. Bën edhe kështë, a? Qështu që shkoj, qatë uj që ma... A orë mirë, prej do njerë se më kanë një vitë. A ju i kanë zut për qarapa? Prej ka del. Qatë oj që... Mere uj, 3.000. Apo një qitë oj që ka pagu 3.000. Ajde na buf mirë. Ajde këzua. Edhe këtë qëllimi është donik si pjusha që për përshprejtbi, këtë qëllimi është mes milion, unë për shtypin të shqitë se që kjo ma ka pagu. Po, kjo më ka bo nërë mu, kjo më ka bo nërë, do më ma pagu ujin, unë shkoj ati, gotre filozofia e disa njerëzve. Unë alos të bona kështu. Filozofia është, kjo më ma bo mu nërë, me thonë, sa i 3.000 ma ka pas bërgjë, ma ti më nëzi që janë zera. Bërgjë më ka pas para, e pas që s'ka para i morra uj. Edhe ta bo nërë, edhe u barazum të qysh. Pa, edhe me të bo nërë, edhe. Trim, me të thonë I love you, që I ka thonë mirë e ki, mu më thonë. Po, dhe. Po, jë ndo njerë që reagoj shtu. Falimderi shumë, lav jam. Falimderi ty që më keftu, knatësia, sot do kone jam knoqë shumë, edhe më së më qëtë shumë as dore. Me na pak edhe mas një 2 mujë, po në vi apet. Kur të dush për besë, kur diskutojmë për mësafer, I thëmë njerëzit kanë bo emna, për shamë trimi, ka tjetër treg, tjetër kërkesa,
Prandaj për të falenderoj disa herë që na erdha. Nëse ti ta merr mend kur dush, kjo është shtëpia jote. Faleminderit shumë. Jo sot, po edhe para 4-5 vjetë kur ke qenë, besoj që të kom thonë kështu, ose kom menu, e s'ta kom thonë. Mirë po, kjo është shtëpia jote se të ngjosh çfarë djali je. Shumë faleminderit. Unë për dal për skenës edhe pingojmë Kongën e Nonës. Hajde. Me bendin tonë të dashur. Shkojmë. Trema Demi. I love you. I love you too. S'na bone nëjë treksit, MMA-t. Po jo, se kime shku në shpies, shtek që të qoj me kërë spitalit s'kemi. Re ma mirë se ki emisione. Shumë për mëdhime është dhe që ato. Tjetën që shumë kem su, se primatin mu dhipën se beshtitin me mshuru. Ta kom dorën ty premtimin që kom me mri qëllimin se je konti forca jam ma e modhe pe fillimit e ta shkur që s'ka ma shumë bler se sa sytë të dukur. Qyrë të murë si kej botën me ma prunon. Në dritën e hënës, më kujtohet fjallë të nonës, kur unë pëj ke ki me mri, Në dritën e hënës, më kujtohet fjallë të nonës, kur unë pëj ke ki me mri, Në dritën e hënës